Edhe këtë sezon, Korça vijon të jetë një nga qytetet më të kërkuara nga turistët e huaj, jo vetëm nga vendet fqinje, por edhe nga vendet të ndryshme të Europës perëndimore. Përveç trashëgimisë kulturore, siteve arkeologjike, bukurive natyrore dhe gatimeve tradicionale, vizitorët e huaj po tregojnë interes të veçantë edhe për folklorin dhe vallet tradicionale të juglindjes së Shqipërisë. Për 2 ditë me radhë, koreografi Bardhi Pojani u ka mësuar vallet e krajinës së Korçës një grupi turistësh gjerman, të cilët janë shprehur të mrekulluar nga ritmet, eleganca dhe veçantia e tyre. Sipas Gloria Nures, specialiste e muzikës në Qendrën Kulturore të Korçës, çdo vit shtohet numri i turistëve që kërkojnë të njihen nga afër me folklorin vendas. Me shumë kënaqësi ne presim edhe këtë vit, ashtu si çdo vit tjetër, turistë nga vende të ndryshme të botës, siç na ka treguar dhe eksperienca nga Ballkani, nga Europa dhe jo vetëm. Këtë vit rastin e kemi të njëjmi me turistët e Gjermanisë, prej Gjermanisë, të cilët përveç se janë njohur me pjesën historike të qytetit, me qendrat historike, me muzeumet, me mënyrën e jetëtuarit, me kuzhinën e vendit, kanë shprehur dëshirë edhe për të njohur me folklorin e qytetit, me traditat kulturore të qytetit, nën kujdesin e koreografit Bardhi Pojani, të Qendrës së Artit dhe Kulturës, janë njohur me vallet tona popullore, me këngët tona popullore, me kostumografinë korçare dhe u ka pëlqyer shumë. Zakonisht nga vendet fqinje tona të afërta, Itali, Greqi, në këtë rast Gjermania, Franca, por ka patur edhe nga vendet të largëta. Në fakt, për habin ton, ndjen si në shtëpinë e tyre. Përpiqen që të shkëmbejnë kulturat e tyre, do me thënë kërcejnë, mësojnë edhe vallet tona, na mësojnë dhe ne kërcimet e tyre. Krahas valleve tradicionale, turistët e huaj po shfaqin interes në rritje edhe për jetën rurale të zonës. Ata vizitojnë fermat e bletëve, fermat e drufrutorëve dhe shpesh bëjnë pjesë aktive e përgatitjes së gatimeve tradicionale, duke provuar të gatuajnë vetë lakror me dypet, një prej simboleve të kulinarisë korçare. Folklori, mikpritja dhe tradita e pasur po e kthen Korçën në një destinacion mjaft të kërkuar për turistët vendas dhe të huaj.